Rregulloria e re e propozuar nga Këshilli i Ministrave përcakton se bizneset e gastronomisë, si baret, restorantet dhe hotelet, mund të shfrytëzojnë vetëm deri në 25% të gjerësisë së trotuarit, por çdo lejere e tashmë kushtëzohet nga mbjellja e një peme për çdo karrige të vendosur. Ky detyrim, i cili përfshin edhe kioskat, e bën lejen të vlefshme vetëm pasi të dokumentohet zyrtarisht mbjellja e pemëve dhe shlyerja e detyrimeve tatimore. Aplikimet do të kryhen përmes platformës e-Albania për një afat 2 vjeçar, ndërkohë që rregullat e reja ndalojnë kategorikisht vendosjen e strukturave erëpritëse apo tapeteve mbi hapësirat e gjelbra, si dhe përdorimin e zgarave në trotuar pa sistem aspirimi. Për sa i përket ndëshkimeve, kuadri i ri ligjor parashikon masa të ashpra për shkelësit, duke filluar me një paralajmërim për korrigjim brenda 2 deri në 5 ditësh. Në rast se shkelja vijon, subjektet do të përballen me gjoba të rënda, që fillojnë nga 35.000 lekë për çdo metër katror të shfrytzuar. Ky proces monitorimi do të shtrihet në të gjithë vendin, duke përfshirë jo vetëm njësitë tregtare, por edhe menaxhimin e reklamave LED, organizimin e panajireve dhe shfrytëzimin e plazheve, me qëllim lirimin dhe disiplinimin e hapësirave publike, që ka nisur si aksion që prej shtatorit të vitit 2025.